O Zoj, ti e nan e këshillit mirë, po të lutmit na dush me gjithë shpirt. Sot ma shumë se kur kere nevojë për dashnin tënde. Mbroj ata që janë të rënditun prej vështërsive të jetës, të ligështuar prej vujtjeve, që lëshën zemra pushtohen prej frikës e dëshpërimit të jetës. Shtriti ata që nuk i don askush, sepse ndoshta nuk din për me dasht. I jepo dashni nga dashnia jote e pafundme. Mushloj ato që janë të shkutën prej shokëve e miqve, sepse vdekja u ka trokit para kohët tek dera ose kanë humbur aftësinë për me kuptu e për me dasht njani tjetrin. Pajtoj njerëzit që qajnë bite humun, bite pa u, bite pa pun, të pa fat e të mirë. Kujdeso o Zoj për të mushumt që janë të braktisun e janë të vetmum. Kujdeso për çiftet e reja, të jesh ti paça, të jesh ti bashkimi. Kujdeso për ato familje që janë në krizat ndryshme, të jesh ti ngushëllimi i këtyre. Mëshiro Zoj për ato prind që nuk janë në gjendje me e çu në shtëpi bukën e përditshme. Jepo zemër të fortë që të mund ta përballojnë jetën me durim, e të mund të presin ditë edhe më të mira. Duj o Zoj edhe gjithë ata që nuk na duan. Të falem Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekum ashtë fryti barku të antë Jezus. Shejtja Mari, nana e të nësot, lutu për ne mëkatnor, tashe në fill të vdekjes son, kjo flumjatit e birit e të shpirtit shejt. Nana e këshillit mirë, Zoja e Shkodrës. O Zoj,